Seanca e parë plenare në kuvend pas zgjedhjeve parlamentare të 11 majit përfundoi pas 20 minutash, pas akuzave dhe debateve mes socialistëve dhe demokratëve kryesisht për rezultatin e zgjedhjeve. Seanca u shoqërua me tone të ashpra dhe përplasje verbale mes kreut të PD-s Sali Berisha dhe kryetares së kuvendit dhe listës Pyropali, të cilët shkëmbyen akuzat të ndërsjellta. Pasi u ngrit për të propozuar ndryshimin e rendit të ditës ku demokratët kërkonin të shtohet edhe një pikë për diskutime për 60 minuta, Berisha sulmoi ministrin e ekonomisë, turizmit dhe inovacionit Blendi Goxha. Më pas socialistët hollën në votim të hapur dhe rrëzuan kërkesën e demokratëve për ndryshimin e rendit të ditës. Teksa kreu i grupit parlamentar të PS-s Niko Peleshi mori fjalën në seancë plenare ndërhyri Gazmend Bardhi. Peleshi i tha Bardhi duke thënë se jemi në parlament dhe jo në cirk. Ai apeloi për të punuar së bashku për të miratuar aktet e depozituara. Nga ana tjetër Berisha foli sërish për mediat edhe pas mbylljes së seancës plenare. I pyetur për një aksion në shtator, ai tha se do përcaktohet të gjitha format e qendresës janë të pranueshme.